I nderuar profesor doktor Islam Daufi, presidenti i shoqatës atletare kulturore të Fuqisë. E nderuar zonja Tatiana Provatu, kryetare e Organizatës së Bashkuar të Veteranëve të Luftrës dhe Pasazh. I nderuar zoti Bashkimlani, kryetari i shoqatës atletare kulturore të Fuqisë. Sot jemi mbledhur të promovojmë 2 libra të mikut ton, Arben Alliu, si dhe të Angela Topalli Alliu. Unë kam patur fatin ta njoh Benin që para 40 vitesh, kur që të dy, ashtu si dhe Musarishku, ishim punonim unë në shtëpinë e oficerëve me ato të brigadën e Fuqisës. Që atëherë Beni shquhej si talent. Vile në konkursin që organizonin, poezia e tij ka fituar edhe çmim. Madje në mjedis të shtëpisë oficerëve ishte afishuar poezia e Benit. Sot ai vjen me librin e tij Frymoj me ty vendlimje. Frymëzime nga vendlimja, frymëzime nga Fuqisa jote. Më përpara se të filloj me programin, ju ftoj të ndjekim hymnin kombëtar. Përveç se 10 personaliteteve akademike të tjetrave, miq të Benit dhe njëkohësisht të mi, në këtë mjedis na nderon me pjesëmarrjen e saj dhe artistja e merituar Liri Rasha. Vjeshtri i madh dhe dekorata e Gjergj Kastriotis së Tërbeu. Po ashtu kam kënaqësinë të prezantoj kampionin në kickbox Ferit Keta. Si dhe ushtruesit e këtij sporti, djalin e autorit Mikel Alliu. Poezia e Arben Alliut është jetësore, e ndjerë, e kthjellët dhe të bepasore. Përvoja krijuese me 2 librat e parë, me ty për ty buqis dhe nërhijen e trojve të mia, e ja kam preu shikimin, e ka bërë të jetë më jetësor e ta përqendroj vëmendjen në thepin filozofik të dykurime. Një analizë më të hollësishme për vëllimin e tretë Frymoj për ty vendlimje, që promovojmë sot, si dhe për librin tjetër të pjesëtares më të drejtë të kësaj familje që është bërë vetëm para koha, poetes Angela Topalli, ftoj redaktorin e librit, ato që ka bërë dhe historikun e gjimnazit të Fuqisës, të gjithë e njihni, ato që ka përgatitur 10 talente të reja nga Fuqisa, mësuese Nafie Jella. Pasi poezia ka qenë bashkëstare që në adoleshencë për Benin. Benin unë kam patur nxënës që në atë moshë kanë spikatur talentin e veçantë të tij. Por ai tashmë e ka formsuar, e ka përvetësuar dhe jemi sot në këtë stad, cilën ne promovojmë librin e tretë të tij Frymoj për ty vendlimje. Ky libër, po ta shohësh, ta lexosh, është një poezi thjesht, para më është një poezi, një ngarkesë të veçantë emocionale, është një stip i bukur shpirtëror, e fortë, por që të çon të gjithë viset dhe trojët e Fuqisës. Ai e ka qëndruar aq i bukur, duke i dhënë Fuqisën në dimensionin jetësor, në dimensionin historik, dhe ai e ka plasmuar aq i bukur, unë do mundohem ta pasqyroj aromen e vendlimjes së Benit dhe gjithë juve dhe gjithë neve, pasi ai e ka dhënë mallit dhe krenarin në çdo varg. Libri përmban 250 poezi.
të tematikave të ndryshme. Përmes ditëneteve ai ka plotësuar portretin e vendlindjes, që vjen si lidhje emocionale për vendin dhe njerëzit. Një nga elementet më të fortë dhe më të spikatur të poezive të Benit është personifikimi i vendlindjes, që ai e trajton atë si nën bujare, mikpritse, duke e dhënë atë të dashur për fjalën e lirë, duke e dhënë gjithmonë në këndvështrimin që Arbeni e sheh të lidhur pasgjishmërisht me ta. Në poezinë jam Buqizak dhe Mbabaden. Do të shej disa nga poezit. Aja sheh poezinë si një deklarat identiteti, krenarie që vjen brez pas brezi si një ndjenje thellë që ajo nuk ka përgatësi geografike, por i jepet dimensioni shpirtëror. Jam Buqizak i fushës së Bajkalit, ku është derdhur gjaku deri në barë të kalit. Jam Buqizak i drejtësisë, i mendjes, i pendës dhe bujarisë. I pëlqen e bukura, sepse e bukura tek Beni qëndron tek thjeshtësia, tek fjala që dina të përcjell me shumë dashuri. Unë kam spikatur tek poezia Sa bukur flet shpirti. Sa bukur shpirti flet, sepse ai ndjen, flet në vargje, flet në fjalë, flet në dashuri. Merë pak minuta nga koha jote të çmuar, ma lexo shpirtin në letër e kam shkruar. Ai vargëzon aq bukur ashtu siç e vjen muza, natyrshëm. Rëndësi ka imagjinata që mbështjell vetën dhe poezinë, duke dhënë motive nga përditshmëria e jetës në Buqiz. Unë kam spikatur disa vargje për Buqizën. Moj Buqiza ime, sa shumë mall kam për ty. Sa mikpritse bujari që nga jugu në veri nga bëre një. Vargje që kam peshë emocionale dhe poeti e ndjenë si detyrim borxhi për vendlinjen e tij, një borxh që ai e ka vështirë ta shlyejë. Tek poezia borxh, të kam borxh, tregon lidhjen e ngushtë dhe të përjetshme me Buqizën, duke e përdorur figurën e borxhit si metaforë për dashurinë, respektin dhe mirënjohjen që autori ka për të. Ky borxh i pakthyeshëm, ku autori ndjen ndaj vendit, është një mirënjohje jo në shifra, por në dëgjorimin që ai ka për Buqizën. Të kam borxh pafund. Sa të vetë se di, Buqiza ime shtrenjtë, drita i syve të mi. Një poezi që ka veçuar që është një ngarkesë e fuqishme emocionale për çdo prind, është poezia Për ty shpirtim, të cilën ja ka kushtuar djalit të tij të vetë Mikelit. Në qiellin e shtatë, si prit në ngrite, kudo në Europë, flamurin shqiptar ngrite. Çdo varg i Erbenit duket si një frymëzim për të, sepse aty i sheh suksesin e të birit, që nuk është më ai fëmijë i vogël, ai djali, por tashmë është krenaria, jo vetëm familjes, por dhe një krenari kombëtare. Në poezi fjala, që e ka qëndruar shumë bukur dhe e ka plazmuar gati një gjithë vëllimi poetik. Poeti e paraqit fjalën si një fuqi të madhe. Sipas përdorimit që mund të ketë, ajo mund të jetë bekim, por mund të jetë edhe mallkim. Ku trajtohet dualiteti i saj, poeti e sheh fjalën si vlerë, por dhe si forcë etike të komunikimit njerëzor, që ja fal vargut aq bukur në mënyrën se e ka ndërtuar. Ti e ëmbël edhe vrasëtare. Ti e bukur, por edhe i leqare. Ti e lidh njerëzimin dhe gjithë botën mbarë. Ti e vëll zjarrin e pjekat të tërë. Ai ka vëzhguar një dise të holla realitete prekse nga jeta dhe përjetimet individuale të Buqizës. Dhe Buqiza tashmë për Benin është një muzë e pashteshme dhe mënyra se si ndërton poezinë e ka kthyer tashmë në një himn për Buqizën. Sa shumë bujari je, vend lindja ime ti. Dashuria e zemrës time, mikpritse hieshi, sa shumë gjak e djers. Vendit i ke dhënë, Buqiza ime, ti si ljason mas kënd. Poezitë e këtij cikli përshkruajnë emocioni, te këndvështrime të ndryshme, mbi tema të ndryshme shoqërore, sociale, dhe që përbëjnë tharmën e poezisë së Benit.
ai qëndron edhe godet dhe vleset negative shoqërisë. Edhe urrejtjen si fenomen shoqëror, edhe përcjell mesazhin e humanizmit dhe dashurisë njerëzore. Poezia e Arbenit mban përjetime, bukurinë shpirtërore, luftrat, figurat historike, vargjit që kushtojnë për mësuesit, që Beni e ka spikatur me emër në poezi. Në disa vargje që janë të drejtë për drejta, shprehin edhe gëzimin, jo vetëm të Benit, por edhe të gjithë librës. Nuk kanë veçuar poezinë drita, dita mbriti, kushtuar rrugës së ardhmit. Është një poezi ku elementet historik dhe modern bashkohen. Përmendjes të Skënderbeut dhe rrugës së ardhmit tregon se e kaluara dhe ardhmja janë të lidhura ngushtë. Ai e përsërit idenë dhe lidhjen e ngushtë dhe ai e kthen poezinë në efekt triumfi. Në poezitë e Arbenit e gjen një vend të veçantë edhe toponimet të zonës, të cilat ai ka paraqitur në disa poezi. Nuk kam veçuar një poezi që është Buri i Vashës. Po elementi i saj është bërë pjesë e historisë, duke kthyer emrin e saj në simbol të lirisë që lidhet me tragjedinë individuale dhe kujtesën kolektive. Poezia vjen si ndërim për vajzat e pafajshme, të cilat janë bërë viktime dhunës, por që memoria e tyre historike i mban gjallë përmes vendit, popullit dhe legjendës. Kam veçuar, pasi Buqiza krenohet gjithmonë me kulturën, me trashëgiminë kulturore, që paraqitet në evente familjare, në evente shoqërore dhe historike. Është nusja buqizake. Është një krijim me element folklorik, që përçon atmosferën e traditës, bukurinë, hijeshinë e nusës, elemente kulturës lokale, simbole tradicionale, siç është lekut, shamia, veshja, qesteku, është një identitet i bukurisë së nusës buqizake që gjuha me cilën ai e përcjell e bën atë një bukuri, është një frymëzim deri në hymnizime, çon poeti. Plus në disa vargje, në disa poezi ka qëndruar edhe Luiza Gegen, që ka ndërtuar tek Cuca Buqizake, atletën shqiptare, kampionen e botës, me origjinë nga Buqiza, por që poeti e pa të arsyeshme dhe e kishte parë të arsyeshme si thirrjes dhe emre, si një rrëfim personal më shumë, që ajo e ka prezantuar veten si shqiptojnë, çfarë erën, ju arrëmbeve titullin kampion. Poezia e Benit është një poezi premtuese, mund ta mbyllja me dy fjalë. Beni e ka parë vendlinjën si streh, kujtimesh, emocionesh, përjetimesh, e ka parë si burim frymëzimi, e sheh si forcë brenda shpirtit, të lidhura fort me rrënjët e tij, pavarësisht se ku jemi ne dhe ku na çon udhë e jetës. Sukses të Beni. Të falenderoj përzemërsisht profesor Shnafia për këtë analizë mjaft kompetitive dhe profesionale që i bëhet poezisë së Benit. E jo pa qëllim, por me merit, Këshilli Bashkiak i Bulqizit ju ka dhënë juve titullin qytetar deri. Dhe ju krenove të gjithë. Faleminderit për këtë shkak. Ju besoj e dini dhe nga njoftimi që organizatori i këtij provimi është shoqata adhetare kulturore e Bulqizit, promovuese e denjë e vlerave njerëzore, intelektuale dhe krijuese të Bulqizës. Fjala tani për përshëndetur për kryetarin e shoqatës, mësuesin e nderuar Bashkim Lati. Nderuar pjesëmarrës. Në vlerësim të arritjeve të publikut tonë Benazin, po them dy fjalë shkurt që Benin e kemi një djalë aktiv që vjen nga një familje patriotike, e mbrojtur me nocionin që pritet me punë
që jeta të realizohet me punë dhe me pjesë. Benin e shohim e kemi parë që në moshë të re, mjaft aktiv dhe shumë i afruar edhe me poezinë, ndryshe nga bashkëmoshatarët e tij dhe nga shokët e punës, që krahas vëmendjes së veçantë ka pas për punën, që gjithmonë ka qenë një i rregullt dhe i përkushtuar, në xhepin e Benit rrinte dhe bloku i poezive. Ka një veçanti Beni që mas blokun e vogël, në çdo moment që i shfaqi një frymëzim i shkurtër, Beni e shënonte dhe dal nga dal arriti dhe Benin sot e kemi këtu ku jemi për të prezantuar 3 libra të tij, por në mënyrë të veçantë ky i sotmi që promovojmë tregon tamam edhe pjekurinë e tij si autor, si poet, dhe shohim që në krijimtarinë e Benit bën një kujdes të veçantë që të trajtoj vëllindjen, të trajtoj njerëzit e punës, të trajtoj vlerat historike, të trajtoj natyrën e bukur, pranverën, verën, vjeshtin, po edhe dimrin e Burqizës, edhe na sjell poezi të ndërtuara me kujdes, me një varg të shkurtër, stili i Benit, me një strofë të rimuar, bukur, dhe na vjen me poezi që i lexon me shumë ëndje. Është edhe aktivist që gjejmë Benin kudo në aktivitetet të promovimit të librave, respekton kolegët e tij poet, respekton kolegët e tij punës, respekton gjithë shokët e njerëzit dhe është një njeri i kujdesshëm dhe mjaft i ëmbël, i komunikueshëm, vlera që përveç se në komunikimin dhe në lëvizjet e përditshme i pasion edhe në poezi, në krijimtarinë e tij. Për Benin mund të flasim shumë gjëra, por kam kënaqësinë që Benin sot e kemi në lartësinë e një poeti që i bashkangjitet krijuesve të Burqizës, që nuk janë pak. Unë të patën kam bërë një farë kujdesi si kryetar shoqate, që ti evidentojnë të gjithë krijuesit dhe kënaqësi e veçantë që krijues, studius që janë nga krahinat e Burqizës kapi një shifër konsiderueshme. Të patën, unë deri tani kam inventuar 110 emra. Të gjithë flas për emra që kanë realizuar botime, po ka dhe 10 të tjerë që kanë krijimet e tyre në zyrtar dhe nuk kanë dalë akoma me botim, por shpresojmë që numri i krijuesve të rritet edhe më tepër. Kryesia e shoqatës Burqiza, për të vlerësuar dhe për të motivuar krijuesit, këto ditë në muajin tetor ka hapur një konkurs të konkurimit të krijuesve të gjitha fushave, të shkrimtarëve, të studiusve, që na kanë sjellë edhe kam kënaqësinë t'ju them që komisioni po punon për verifikimin dhe vlerësimin e krijimtarisë. Kanë marrë pjesë deri tani 25 shkrimtarë poet, që materialet janë në duart e komisionit, dhe 2 piktor, 1 piktor dhe 1 skulptor.
Do deshim që të kishim më tepër, por besoj që në të ardhmen do të kemi pjesëmarrës edhe më shumë, po edhe me këto ju bëjmë dije që nuk kam çfarë shpall sot sepse jemi në përpunim të materialeve, por rezultatet do t'i shpallim pas pak ditësh. Aty gjejmë poezi dhe krijime shumë të bukura, realizime shumë të mira, edhe komisioni po i shqyrton me kujdes të veçantë që të gjejmë tamam vlerat reale të krijuesve të krahinave të Buqizës. Kryesia e shoqatës Buqiza, për këtë rastin e sotëm, ka menduar që punën e Benit ta motivoj edhe me një certifikat minjoje. Ju lutem presidentit shoqatës, zoti Islam, drejtori i letërsisë dhe kulturës, i ftoj që të dorëzojnë certifikatën zotit Arbeni. Certifikat minjoje jepet zotit Arben Hamid me motivacionin për vlerat e tij të dashurisë për punën dhe për jetën e krijimtarinë poetike me librin me poezi Frymoj natyrë vendrindje, ku gjem të shprehur me figura artistike mbi takimet e jetës. Në poezi trajtohet lidhja me historinë, natyrën dhe vlerat shpirtërore buqizake në shekuj, në konferencë me realitetin. Shquhet si qytetar, model aktivist që mban fort dashurinë për vendlindjen dhe njerëzimin. Mbështetur në vendimin e kryesisë së shoqatës Buqiza, i jepet zotit Arben të certifikat minjor. Kryesia e shoqatës Buqiza Unë s'pagujem nga asnjë. gjithashtu Sa ka ulë me një vend. ka marrë dhe një vendim tjetër. Zoni Korçare është e Mikelit që së kësaj familjare e gjen në një familje me njerëz të suksesshëm, edhe kjo e ka ndamë të jetë e suksesshme, jo vetëm si infermiere në spitalin amerikan, po edhe një poete e Minfield që na sjell librin e saj të parë. Kryesia e shoqatës Buqiza e ka vlerësuar me një certifikat minjoje që do t'ia dorëzojë drejtori i departamentit të letërsisë dhe të arteve pranë shoqatës Buqiza, zot profesor Jelshar Demiri. Për një batut të vogël, mu kryetari më ka zgjedhur detyrën më të bukur që ka ndonjë drejtor në Shqipëri, drejtorin e kulturës dhe arteve, dhe në Buqizë njerëzit krijojnë, e shkruajnë, e këndojnë, edhe nderohen dhe unë. Është një lloj sikur ti je drejtori i asamblit folklorik në Kastriot, ku gjithë në një kërcen drejtori dhe dallumi ndër. Tani, që pos flas dy herë, unë duhet them që jam ndër parit që jam prezantuar me krijimtarinë e Arben Alliut, që kur ka punu në organet e policisë në Buqizë, dhe unë shkoja për inspektim, punoj në ministri, edhe në si priste që të shkonim, ngulleshim pinim kafe.
Në një rast i thash që edhe unë kryoj, thash, bile për këthe. Dhe u hapit kur i thash që e mbaj blokun edhe natën, sepse më linë një ide, një poezi, nesër në haroj, e shkruj aty. Edhe kys në lëj, atë tjetër në pagu kapës, se thamë ke dhënë një mësim të shmuar. Edhe kështu e bënë kjo, tha dhe kryetari. Tani, e vërtet është që ky krijtarin e ka me shpirt, me zemër. Dhe poezit e këtij dhe të Baria Çupit, unë i kam quajtur lule batre. Lule batre, lulja më e bukur dhe më e pafashme është lule batre. Lule poetit, po që kanë nxipër të kjo profesor, shumë edhe më në parë. Tani, ka i diçka të veçantë, se ky e ka ndjer atë që ka shkruar, e ka bio. Dhe kur ne kemi thënë që Bulqiza ka pasuri të madhe në tokë, ne nuk e kishim ditë që ka pasuri të madhe mbi tokë, më shumë. Te kam thënë te Kodër e Danit kur kam folur për ato gjigantet këta që bën batërtin për të madhe, edhe domethënë pra pasuria e madhe është njerëzimi, kultura, vlerat e mëdha njerëzore. E tha dhe kryetari, mbi 110 poet kryues, po janë mbi 200 të tjerë që kanë shkruar edhe që mund të pritet të hipotojnë. Është një pasuri shumë e madhe, shumë e madhe. Tani, ka i diçka të veçantë tek Arbeni. Se më thanë për njërin që ka shkruar libra të bukura, po ka fëmijë të mbrapsht. Asgjë s'ka vajtash. Ky ka shkruar libra të bukur, ka dhe fëmijë të mrekullueshëm. Nuk do flas për poezi, se i tha bukur profesorja, por dua të them që janë bio, pa pesticide, janë originale, janë të dashura, janë të ndjera, janë të thjeshta, janë që asimilohen, pëlqehen. Dhe mbi të gjitha kanë edhe plot neologjizma dhe në fjalë bukura, për shembull, frymoj bashkë me vendlindjen, frymoj. Kanë origjinë, nuk e di, është një studentje ime psikologjisë këtu, që në fakultet, atje, e më interesante, ja ku është. Qo. Po. Edhe, kur i kam thonë me humor profesor Zdenelor Hamitori, thashun, bën pyetje të çuditshme, pra, këto janë njerëz që kanë kurreshti për të mësuar, për të pohuar, për të promovuar. Nuk do zgjatem më shumë, por i uroj Arbenit suksese edhe më tej. Shiko, edhe diçka tjetër. Ky ka jo thjesht promovuar, por ipotekuar vlera. Nuk po përmend të tjerë, për shembull ka shkruar poezinë për Shaban Demirin, mësues i merituar, muzikant me emër, jo Shaban Demiri i Shkodrës, por Shaban Demiri i Bulqizës. Domethënë, kjo është një rast i veçantë, një hipotekim. Kështu ka bërë dhe për të tjerët. Inshallah do bëj edhe për mua, edhe për profesorin, po për mua. Gjim Demiri më ka thënë që unë kam që vetë t'i lexoj poezit e Arbenit, nuk do të më bëj koment kush, se i shijoj më shumë kur i lexoj vetë. Ke përshëndetje dhe ka Gjim Demiri. Tani këto i jepet kësaj zonjës që ka beku Zoti me gjitha, Angela Topalli Alliu, me motivacionin për vlerat e saj, për jetën e krijtarin poetike, në librin e parë me poezi, ngjyrat e shpirtit, sa bukur. Në këtë vëllim poetik, vjen me figura të bukura, artistike, në udhëtimin shpirtëror, me plot emocione njerëzore. Motivet kryesore merren nga jeta ku pasqyrohet dashuria për familjen dhe shpresa që mbahet ndezur me ritmin e vargjeve rinore. Shquhet si qytetare model që mbart lart dashurinë për familjen, mbështetur në vendimin e kryesisë së shoqatës Bulqiza, numri 124-06-12-2025, i jepet kjo certifikat mirënjohje. Suksese më tej.
Si ish ushtarak shembullor, Beni ka patur dhe ka jetur generalin legjendar, herojnë e popullit dhe nderin e kombit Rahman Parlaku. Ndaj dhe është bërë vazhdimisht pjesë e ndërtarimit të organizatës që ai ka themeluar dhe drejtuar për 20 vjet. Organizatë të cilën tani po e drejton me përkushtim të rrallë e bija e generalit, këshilltare e 3 presidentëve të Republikës, Tatjana Parlaku Çarhaxhiu. Sot ajo vjen edhe për të përshëndetur, edhe për të nderuar me një titull Benin. Fjala për ju Tatjana, shoqërohet nga nën kryetari i organizatës, mjeshtri i madh dhe qytetari nderi i qarkut Dibër, zoti Muharrem Gjoka. Të nderuar pjesëmarrës, të dashur miq, por mua është kënaqësi e veçantë që ndodhem sot në promovimin e librit të Arbenit, i cili ka shpalosur me flatra shpirtin e tij, universin e tij poetik dhe gjithashtu ka ditur të pasqyrojë në veprën e tij edhe dashurinë për atheun, dashurinë për lirinë, dashurinë për ata që sakrifikuan gjë më të shenjtë të tyre jetën për këto ditë të lumtura që ne gëzojmë sot. Beni ka qenë pranë organizatës tonë vazhdimisht. Ai është përpjekur që ata veteranë të cilët kanë mbetur akoma gjallë të nderohen, të vlerësohen, ne pasardhësit e tyre t'i kujtojmë me dashuri, t'i respektojmë deri në fund të jetës, ashtu siç përpulemi me respekt përpara gjakut të të rëndëve, ashtu të nderojmë dhe të figura të çmuara të lirisë dhe pavarësisë së vendit. Veç të tjerash, Beni është edhe një kontribues i pasardhësve, të cilët duan të mbajnë lart historinë e lartishme të kombit dhe të popullit shqiptar. Duke vlerësuar jo vetëm për poezinë e cila është pjesë e shpirtit të tij, po duke vlerësuar edhe për kontributin e tij, për dashurinë për atheun, për dashurinë për lirinë, për dashurinë për jetën, neve si organizat kemi vendosur që ta shpalim nderisa me motivacion. Për evidentimin dhe promovimin e vlerave të luftës antifashiste nacional shërimtare dhe personaliteteve të saj, ndër poetët të tij pranë, që me poezinë e tij ka ndikuar dhe ndikon në edukimin patriotik të të rinjve. Kryetari Tatjana Parlaku, sekretari Halime Karaman. Të gjitha këngët e kënduara për Ilir Rashës janë bërë hite dhe kanë udhëtuar dhe udhëtojnë me kujtesë në njerëzve që e duan këngëtarin e shquar dhe impresionohen nga magjia e shpirtit saj të bukur artistik, që dallohet jo vetëm në interpretimin lirik dhe librane, por në skena jo vetëm të vendit, por në skena prestigjioze ndërkombëtare ka të shfaqur edhe si orteku i këngës epike shqiptare. Sot ajo vjen për ta përshëndetur edhe si pasaportë artistike e Dibrës. Ju falënderit, dua të përgëzoj Benin, t'i uroj jetë të gjatë dhe krijimtarisa më të madhe për gjithë ne. Gjithashtu përshëndes të gjithë pjesëmarrësit në këtë event, ju uroj mirëseardhje dhe kalofshi sa më mirë. Hey!
Ju faleminderit. Dhe Elirin, për përjetuar gëzimin e promovimit të librit 3 të babait, kanë udhëtuar nga Italia dhe 2 bijat e tij, Elona dhe Elvana. Ato, si dhe të birin e tij, Mikeli, që ka bërë krenar duke ngritur flamurin tonë gjithë vendin, ju ftoj që t'i përshëndesim i dorë trokitë të ngrohtë. Një emër i spikatur i letrave shqipe, por dhe një ish gazetar profesionist i shtypit ushtarak, padyshim është Nezhbedin Basha. Ai e ka lexuar me vëmendje poezinë e Benit dhe do të thotë 2 fjalë për ta. Fjala për ju. Mirë dita të gjithëve. Jam i nderuar dhe ndjej kënaqësi që të jem këtu për të bërë një rezime të librit në anën letraro artistike. Frymojt me ty vendlindje, një gur i çmuar i rrugtimit të tij krijues, pas me ty për ty bulqiz dhe në hijen e trojeve të mia. Për sa i përket të jetës, u tha në filmin dokumentar që u dha dhe nuk dua të ndalem, por dua të theksoj sepse krijimtarin Beni e ka marrë nga vendlindja, aty ku lindi dhe u rrit, dhe e vijoi atë mbas diplomimit si ushtarak, punës me Ministrinë e Mbrojtjes, në Ministrinë e Rendit dhe më pas në eventet poetike ku ka marrë një sër çmimesh, për cilën janë të listuara, por dua të përmendi vetëm mirënjohjen e qytetit të Bulqizës, nga ku ka lindur në Tusha në vitin 1966. Poezia e Alben Alliu ka botë emocionesh dhe refleksionesh. Është një udhëtim i ndjerë mes kujtimeve, vendlindjes natyrës, familjes dhe reflektimeve shoqërore. Është një titare i gjallë i përjetimeve personale, ku çdo detaj përçon emocione. Dashuria për vendlindjen është shtylla kryesore. Malet, liçenet, peshkët, mulliri i fshatit, jo si skena natyrore, por si simbole të pasërtisë, lirisë dhe kujtimeve të parushme. Vargje si falje për ju kërkova maleve të mia, ko kishte pa u parë, ankoj dhe shtypia. Këtuaj rikthehet me njëherë pranë trojeve ku lindi, ku çdo gur, çdo shtëpi poshtë, çdo mal mban një kujtim. Familja është qendër emocionale tek poeti. Në poezi puthjet e mëngjesit, për ty shpirti im, mbërësira ime, ndjehet ngrohtësia, respekti dhe mirënjohja për prindërit e tij, për fëmijën. Ai u shndron momentet e thjeshta familjare në poezi të gjallë. Poeti prek dhe plagët shoqërore, me ironi të hedhur dhe revolt të punë. Poezi të Lavdi Falso, bota e plurosur, pjesa në zullum, janë kritike qartë ndaj padrejtësive, hipokrizive dhe shpërdorimit të vlerave. Në stilin e poezive të tij, spikasin epitete dhe krahasime të thjeshta, imazhe gjalla simbolike domethënëse, ritëm emocionale, gjuhë e pastër popullore. Ja një plotësim i rrjedhshëm dhe i ngjeshur stilistikisht. Tek Alliu çdo ndjenjë shndrohet në poezi, dashuria, kujtesa, familja, dhimbja, shpresa, paqja, flamurja, dheu, të cilët janë burime e frymëzimit pashtershme, që marrin formë në vargje të ngrohta, të thjeshta, të thella dhe njerëzore. Alben Alliu është zëri i fjalës që nuk hesht. Në shpirtit në trotuar, autori kërkon dignitet për krijuesin dhe kulturën. Shpirti poetik nuk duhet të hidhet për rreth, thot ai. As në trotuar, po kërkon vend merituar dhe nuk duhet lënë në vëshirë të aresit. Dhe më vjen shumë mirë që sot vlerësohet nga gjitha këto organizata e shoqata puna krijuese e Alben Alliu. Në hundët e Kalit të rikthehet në botën e fëmirisë. Kali simboli pasërtisë, pafajësisë dhe mbrojtjes shpirtërore, një instinkt shprese që vazhdon të jetojë te poeti. Në botën e plurosur dhe Lavdi Falso kritika bëhet më therse.
Poeti godet vese që erësojnë jetën dhe shoqërinë, e sidomos fenomene si droga, alkooli, miqozja, hipokrizi, që rrezikojnë t'i marrin njeriu dritën e brendshme dhe kuptimin e jetës. Në poezinë Sahani i Alumini, kjo ishte një poezi shumë interesante, autori përdor Sahanin si metaforë qendrore të fëmijërisë, së varfër plot dashuri familjare. Përmes këtij objekti thjesht ai sjell kujtimet e sofrës ku mungesa fshihej në përveli, ku flitej me sy dhe prallat zbutnin uri, duke treguar se pasuria e vërtet gjendet te bashkimi, ngrohtësia dhe vlerat njerëzore. Si përfundim do të theksoja se poezia e Arben Aliut lëviz mes kujtesës dhe reflektimit, mes dhimbjes dhe shpresës. Ajo është pasqyrë e shpirtit, thirrje që vlerat njerëzore të mos hidhen në trotuar. Stili i tij mbetet i sinqert, emocional, meditativ, i afërt me frymën popullore. Në poezinë e Aliut spikasin imazhet e qarta, krahasimet simbolika e natyrshme dhe gjuhë e rrjedhshme e lidhur me traditën. Metaforat si natyra zogj, kalit, pëllumbi, pasqyrojnë ndjenja shprese dhe reflektime të thella. Arti i tij është udhtim poetik, që ngron shpirtin dhe na bën më njerëzor, ku poezia bëhet mënyrë të jetuarit dhe qëndruarit njeri. Libri Frymoj me ty vendlindje është vazhdimsi e natyrshme e këtij misioni poetik. Është një dritare e re në kuptimin e tij krijues dhe një pasqyrë e bukur për lexuesin shqiptar. Arti i tij është memorie e bukur dhe thirrje morale. Vargu i tij frymon me burgjizën dhe burgjiza vazhdon të frymojë përmes vargut të tij. Me këtë rast i uroj dhe poetës së re, Angela Topalli Alliu, për librin e parë të ulluar në ngjyrat e shpirtit. Urime sukses Arti. Faleminderit për lëvizjen dhe ju uroj gjithë mirësi në familjet tuaja. Përshëndetje. Ju falenderoj për pjesëmarrjen sepse ne poetët që shkruajmë dhe botojmë quajmë si në tasëm dhe kemi dëshirë të mbushim sallën. Pa çka leximi vlen me keqardhje nuk lexohet, por pak të rësi ka të dëgjojnë çfarë thonë të tjerë. Atëherë duke falenderuar Nafijen me që mi tha gjitha dhe mi mori fjalët, unë po i bie shkurt se librin e lexoni vetë. Faleminderit. Secili prej nesh brenda vetes ka mbledhur kohën e jetën, ëndrat, përvojën, moshën, familjen, kujtimet, dashurinë, urrëtitjen, dështimet, xhelozitë, ndarjet ike, të grinjë, pasiguritë, frikrat, shpresat, dilemat, ankthët, humbjet, sukseset, dhe duke i mbledhur këto në përvargje që tretën si porrejt në lumë dhe lumi në detin e madh të fjalës, që rrëfen, por dhe përshkruan për ikjet dhe kthimet e vjetra dhe të reja. Përmes kësaj ecjejakjeje endët dhe pena në thojza e Arben Alliut. Bota e tij është me përplot të zhgënjime, por edhe mirësi, plot ngjyra, por dhe bardhësi, plot shkëlqime, por dhe malet kri, plot dritë, por errësirë, është një botë e plumërosur përmes vargjeve, e mbushur me thashëthemnaja e egur dhe gjakosur, nuk din nga të vjen belaja, ndonë se ti të sosur. Kjo botë i legjare, të hyn dhe në strofën e të pabën nga lefare, nga poezia bota e plumërosur. Në fakt, në këtë botë jetojmë të gjithë dhe gjithë bota jonë është plurosur, se sot egoizmi njeriu ka shkuar për te asgjës dhe njeriu po bëhet gjithmonë më vetmitar. Ndoshta dhe rrjetet sociale kanë një merit në thojza të mirë për këtë gjë. Nuk ka se si poezia e Alliut mos të lidhet me tokën, me qiellin dhe me qiellin, me malin dhe detin, por poezia e tij bën nga nën toka, ku vendlindja e tij e burgjis ashtu si ari i zi në thojza kromi. Thënia e John Keats se poezia e tokës nuk vdeskur, merr tjetër konotacion në librin poetik liriko epike frymoj për ty vendlindje. Një kujtim sa epik, aq edhe lirik. E theksoj poezia e tij është liriko epik sepse autori është në gjurmët e kësaj poezie. Ne dim tashmë, unë nuk mund të them sepse këtë lloj poetësh unë cilësoj si poet minor, po s'do të thotë gjë minor, domethënë se është pak i panjohur, por jo minor si moshë. Dhe normalisht gjurmët e poezisë liriko epike fatmirësisht ose fatkeqësisht në trevat veriore janë shumë të gjalla. Frymoj për ty vendlindje
është një kujtim sa epik, e thash dhe njerëz, sa lirik, aq real dhe aq shumë surreal, sa ngjitje dhe dhëmbës. Poezia është zbulim, është një emocion. Poezia është shqis, filozofi, mendim, qëllim dhe forcë poetike. Sepse poeti gëzon privilegj të pakrahasueshëm, të jetë vetvetja dhe të tjerët si të doj, ka kushtuar Charles Baudelaire. Poezia, tek poezia Baramina të fundit, tuneli e shpoj bulqizës time, driti lëshoj arome tunelit, së shpejti mbrin Tirana dhe Bulqiza bën komshin. Në poezinë me vargje të thjeshta që dalin nga shpirti. Identifikimi për diçësi, siç është tuneli i Mrrizit, vjen përmes vargjeve të stilit klasik AB. Rrëfimi është nga përditësia, jeta, rrethanat, koha dhe të dija kombëtare. Vendlindja, abdheu, komësia, qenja dhe ndërgjegja, ekzistenca dhe shpirti. Ndërtimi i poezisë ëndët mes vendlindjes dhe dashurisë, kujdesit dhe historisë, mallit, harresës dhe bujarisë, shpresës dhe pritjes, mos trembi se s'do të lexoj të gjithë. Varfërisë dhe pasurisë, trishtimit dhe ankthit, fëmirisë dhe mjerimit, natyrës dhe përshkrimit, absurdit dhe marrëzisë, njeriut dhe modernitetit, qenjes dhe ekzistencës. Poezit janë kryesisht epik lirike, por dominon malli për vendlinjen, ku familje, dashuri e tjerë. Thamë që Bulqiza është krye poezia, është krye metafora, është krye identiteti i poetit. Unë e kam ndarë me pjesë, por nuk do t'i lexoj të gjithë, vetëm do lexoj pikat. Dashuria për vendlinjen përmes poezive, Lugina e Bulqizës, kanë borxhe etj. Dhe poeti i ka kushtuar, siç tham, vëmendjen më të madhe Bulqizës, ku autori me emrin e Bulqizës mban dhe titullin e librit. Tregon njësimin trup-shpirt, ku trupi fizik i poetit është shpirti i mbetur peng në vendlinjen e tij, që nuk shkruan përmes rrudhave të moshës së thojza, me parafjalët e një dialoshi të ri bulqizak që ka braktisur vendlinjen, zbrazja dhemb, zbrazja shtrishtim, harres, vuajtje, identitet i mohuar. Fatkeqësi kombëtare, kjo jo vetëm për Bulqizën. E dyta, kujtimi smiria dhe kthimi të kaluar përmes poezive, Hunda e Kalit e tjerë nuk po i them. Kishte një poezi shumë interesante, Sahani i aluminit, ku e dim shumë mirë që gjithë kemi hënë me tasa dhe alumini me luk, madje jemi grindur dhe duke hëngur pshesh shumë gjesë, sepse ai funi që ngritë e sofrën, e dini shumë mirë jo. Pjesa e tretë, familja, fëmijët, hëna, niprit me poezinë për ty shpirti im, puthet e mëngjesit e tjerë, është ja ka kushtuar djalit të vet, që ka ngritur një flamur, vargjet nuk po e lexoj se për arsye kohe, më kuptoni drejt, është mbledhur dhe malli dhe dashuria e babait, por edhe mungesa e fëmijëve për të rinj që largohen në emigracion. Pasi nuk e gjejmë vetën natë dhe her djalë, her baba, her gjysh, përmes krahasimeve të fëmijëve me zogjt, apo tek foleja krahasimi familjes me folen, ashtu si zogjt dhe familja janë një fole ngrohtë, plot si cërima dashurie fëmijësh të shëndetshëm dhe të lumtur. Por fatkeqësisht emigracioni na i mori, se e dim që edhe unë se gjej dot vetën tu dhe jam më të rinj. E katërta, përshkrimi i natyrës përmes poezive nuk po i them. Autori na ka dhënë një natyrë, përshkrimin e natyrës Bulqizës që e dini të gjithë. E pesta, qenësia dhe adhetarizmi, të cilët e ka Benja ka për zemër, por përsëri unë jam kundër adheut, se kur nuk na do adheut, pse do ta duam ne? Apo ndoshta më thënë një president amerikan çfarë më bën për adheun, ne po bëjmë shumë, po adheus po bën asgjë për neve. Gjithsesi, po përmes simbolikës ka shënjuar dhe simbolin e flutrës, dallon dushja, qikalla, shqiponje, shica simbolika të bukura, përmes vargjeve drejt vendlindjes sot ka mothuar si për çudi një flutur është bashkuar. Dhe një mbrëmje plot ngrohtësi, sa e këndshme, më e dukur sonte ti më mbrëmje, për mbrëmjet e. Gjashta e fundit, shprehshmëria e individualitetit poetik, lavdia falsa, absurdi dhe njëjtë dhe boshësia pa ndjenja njerëzore, është dhe simbolika e shumë poezive të poetit bulqizak. Postmoderniteti e ka thyrë njeriu një makinë me shpejtësi pa kohë, sepse kohën e çmuar e çndën, me gjëra që koha dhe koha është absurde. Përveç gjuhës së thjeshtë, ka dhe disa tema kryesisht për Bulqizën që përsëritën dhe si mesazhe për varfërinë e asaj krajine fisnike, por do të harruar nga pushteti në formë përforcimi dhe kumti poetik. Beni nuk është munduar që të ketë një gjuhë të lartë, ato që kanë lexuar që përgjuhësi, që thotë Bartës Erlend Bartë gjuha në thojza, është munduar thjesht të japë atë gjuhën e shpirtit, ashtu siç e ka ndjerë.
Normalisht edhe poezia e tij është thjesht brenda trollit dhe trojeve të veta apo brenda shtratit të gjuhës së kraninës nga vjen. Dhe së fundmi vargjet me fjalë të rënda e tjerë, dhe në fund u kam bërë që është nga poezia po ikin, është faktikësi domethënë, është po nuk po lexoj vargjet, po ikin. Është i vetë kuptuar mesazhi nga ky libër shumë faqesh. Urime Ben, dhe kam një falënderim për vajzën. Uroj që të rinjt me që edhe unë kam nisur për këtë e di, për të mbrojtur ose më mirë për t'i mbështetur. Uroj që të vazhdosh në gjuhën dhe ta ngresh akoma dhe më lart poezinë e të rinjve të Bulqizës, që fatmirësisht ka shumë talente. Mbarësi dhe suksese. Faleminderit Emi. Ju me krijuarin tuaj, me studime dhe qëndësishme, jeni renditur me elitën krijuese të kombit dhe për këtë na bëni krenar. Vazhdo në këtë rrugë. Nga livërshtrimi i përgjithshëm i librit Frymoj me ty Bulqiz, mund të them se poeti Arben Alliu vjen jashtë çdo skeme dhe jashtë çdo maniere poetike. Ai shfaqet si njohës i mirë i figurës dhe ngjyrimit emocional të fjalës, duke i dhënë asaj ngarkesën e duhur semantike, me sens dhe mas, me një ngjyrim magjie brenda. Në këtë këndvështrim e sheh poezinë e tij, poeti, studiusi, publicisti i mirënjohur Sakip Cami. Unë kam pasur rastin, po që i rastet të padre, që librin e parë me ty, për ty, Bulqiz, ma dha Zoti Ali, redaktori, ishte zëvend daur dhe me njërta. Mere pa shikoj cikë, dhe unë zela cikë, nga libri e Gazeta Bulqiza. Në këtë rast, të evidentoj që Gazeta Bulqiza, që nga vitin 1993, një rol shumë për marë për poetë e pozatore. Përse këtë libri e tha dhe një shanë një mirë profesori, është një pra është një vlerë që i duhet për vendimit. Ne do shkruajmë për vendimit. Kjo është detyra jonë. Ne nuk jemi si ata inteligencën artificiale, dhe se ka për shkruajtur. Për Shaban Dëmirë, pas ka bëja profesor, shkruajnë vetëm Beni, nuk shkruajnë inteligencë artificiale. Pra, duke qenë vite kësaj tope, duke patur edhe këtë mundësi që ta jep Zoti të shkruash, ne punojmë edhe që në titull duhet, frymoj me ty vendimet. Unë jam shumë i dhënë pas kësaj, edhe më përqenë të tre ato titujt e Benit, me ty për ty Bulqiz, në hijen e trojët mija, frymoj me ty vendimet. Duhet të kushtojmë shumë në dashuri vendimit. Edhe në aspektin historisë të ta nga herësit edhe studioj në këtë tim, Beni edhe kësaj i kushtojmë përmandi, ja përshem një diska të vogël, thotë, ke historit e lasht në vite e breza, që nga Skënderbeu gjërët e Baba Feza. Me këtë adresë. Pra, ke historit lasht, i drejtojt vendimit. Në vite e breza, që nga Skënderbeu e gjërët e Baba Feza. Atere, suksese Beni, suksese Dy poet në një familje. Çfarë koincidencë kjo, kur Beni vetëm para 3 muajsh i bëhet pjesë e familjes, edhe poetja Angela Topalli si bashkëshortja e djalit të tij, kampionit në boks Mikael Alliu. Por të projektuar gëzimet e kësaj feste poetike, kanë ardhur për të qenë të pranishëm edhe prindrit e Angelës, Valbona Artian Topalli, motra dhe vlla e saj. Por një vërtim të poezisë së Angelës do ta bëj mësuesja e dalluar e letërsisë, njëkohësisht çdo poete, Mimoza Kurti.
Përshëndetje të gjithëve. Libri me poezi Ngjyrat e shpirtit i Angela Palli përmbledh një krijimtari të gjerë të shtrirë në disa vite, ku autorja shfaq zërin e saj të brendshëm poetik të mbështetur në ndjeshmëri, përjetim emocional dhe vëzhgim të hollë të jetës së përditshme. Poezit lëvizin nga lirikat intime tek refleksionet filozofike, nga natyrat e dashuria, nga malli e deri tek shqetësimet sociale. Libri, që përmban 69 poezi, është një mozaik emocionesh që krijon një univers të brisht, të sinqertë dhe thellësisht njerëzor, me tematikë të shumëllojshme, por me një tipar unifikues, rolin qendror të ndjenjës së drejtë për drejtë dhe të figuracionit intuitiv. Autorja ndërton një poezi të qartë, të mbështetur mbi imazhe të thjeshta, por që ngërthejnë në vetvete densitet emocional dhe simbolik. Angela që punon në mjeksi, Angela që krijon poezi, është një shpirt i butë artistik që e gjen muzën, strehën dhe kuptimin në botën e ngjyrave. Piktura është pasioni i saj, i lindur dhe është dashuria që e lidh me kujtimin, natyrën dhe njerëzit e zemrës. Në portretet e prindërve shfaq respektin, mirënjohjen dhe madhin. Në natyrë gjen qetësinë dhe pafundësinë, në det sheh lirinë dhe thellësinë, ndërsa tek lulet zbërthet brishtësinë dhe bukurinë e jetës. Pikërisht aty, mes penelave dhe telajove që flasin, Angela gjen edhe zërin e saj poetik. Ngjyrat i kthen në fjalë, emocionet në vargje dhe çdo pikturë bëhet hyrje e një poezie të re. Për të, arti nuk ka kufi. Piktura është frymëmarrja, poezia është jehona e saj. Poezit nuk janë të ndarë në cikle formale, por vetë tematikat krijojnë natyrshëm disa bloqe letrare, si dashuria dhe lidhjet familjare. Këtu futen lirikat emocionale dhe intime, si edhe poezit për prindit. Mund të veçojnë poezit në rër, as sikur, arritur veç nga ti e të tjera. Do të kisha dëshirë të lexoja, po për efekt kohe dhe me që poetja Anila Kodra do të lexoj disa poezi më vonë, unë nuk po i ilustroj me poezi. Tjetër është shpirti, karakteri njerëzor dhe zhgënjimi. I kemi tek poezit sociale dhe poezit filozofike, si varfëri. Me varfëri rrugët janë shtruar, zhgënjim, ego, gabon njeriu, nuk je asgjë kur fjalas të peshon, shpirti i bardh e të tjera. Vazhdojmë me natyrën si pasqyrë e shpirtit, ku kemi poezit për natyrën, si deti, liqeni po gradecit, lulja e kuqe, lulja e verë, e të tjera, dhe një plagë e pashërueshme shekullore e shqiptarëve emigracioni, dhimbja, mungesa, malli dhe shpresa janë të shprehura në poezitë e saj, si tek ato ëndrat, tërmeti, larg Mëmbëdheu, zoj shtektar e të tjera. Duke i u referuar gjuhës, stilit dhe figuracionit letrar, mund të themi se gjuha është e thjeshtë, e kuptueshme, e pastër, me tonalitet popullor, sentimental, e orientuar drejt emocioneve të drejt për drejta. Siç e thamë edhe më lart, tematikat e poezive janë të gjitha të mbështetura tek tradita, por të ndërtuara me një stil personal që përzihen ritmin popullor, tematikën familjare dhe advetare, dhe duke sjellë një zë të pastër, të sinqertë, që komunikon drejt për së drejti me lexuesin. Stili i Angelës është një stil lirik, i ndjeshëm, i ëmbël, emocional, por nganjëherë edhe i trishtuar. Dhe kjo duket se si autorja luan me vargun, me gjatësinë e tij. Ajo e ndryshon gjatësinë e vargjeve sipas emocioneve. Kur është nostalgjike, përdor vargje të shkurtra, të prera, me rrokje të pakta, si tek poezia Tek ty. Tek ty, sa shumë plak, tek ty, një bendera. Ose kur portretizon natyrën, përdor vajgje ritmike, valzuese, duke përdorur rimën alternuar AB, të cilën e gjejmë së shumti tek poezitë e saj, por unë po theksoj një strofë nga poezia Në ndjellën perandor. Barkat vallëzojnë mbi barë, shkojnë gjerë e gjatë deti.
pamje që shoron çdo plak, çdo mendim, timin, treti. Kur flet për dhimbjen, ajo i përdor pauza, përsëritje, thyrje vargu, kështu krijon një muzikalitet popullor brenda strukturës dhe komunikimit të thjeshtë. E kemi tek poezia shpresë. Të kapesh pas asaj që të mbron, me siguri. Të këmbëmbulësh për arsyen çfarë synon, me ftohtësi. Ëndra gjithmonë ti ushqesh me marrëzi. Pas tyre fort mbau, sikur pas një çadre në shi. Ndërsa figurat më të përdorura në poezitë e saj janë metafora, simboli, epitete, të cilat nuk po i përmend, por po them që ajo këto figura letrare e pasurojnë shumë dhe mësë atë poezitë e saj. Vazhdojmë në fund si mbyllje, po flas për vlerat dhe mesazhet që përcjell vepra e Angela Topalli Alliu, të cilat janë vlerat poetike, shpirtërore, emocionale dhe përcjell mesazhet si vlera e njeriut vjen nga zemra, jo nga pamja. Mrekullitë e jetës gjenden te natyra dhe tek njerëzit që dua. Dhimbja dhe zhgënjimi nuk mund ta vrasin shpirtin e lirë. Varfëria shpirtërore është më e rëndë se ajo materiale. Dashuria e nënës dhe babait është forca që e mban njeriu gjallë. Shpresa është ura që e mban njeriu të ecë përpara. Dhe si mbyllje, libri i poezive të Angela Topalli Alliu është një vepër e sinqertë dhe e ndjerë, që flet me gjuhën e zemrës. Poezitë mbartin brishtësinë e botës femërore, forcën morale të shpirtit, dashurinë për prindin, për fëmijërinë, për natyrën dhe atdheun. Ato janë poezi që i flasin drejt për drejt lexuesit, i cili preke, qetësohet, ngrohet, ringrihet dhe shpesh shërohet. Faleminderit dhe shumë sukses. Faleminderit mozën. Poezia është e bukur dhe e këndshme kur ajo recitohet. E tillë do të thotë poezia e dy poetëve që promovojmë ne sot, Angela Topalli Alliu dhe Arben Alliu. Për të patur klasik e poezisë, tani ftoj të na recitojnë nga një poezi të tyre, poetët Anila Kodra, Moza Shenje, Miranda Drosi dhe studentën e Fakultetit Drejtësisë Megan Pusaj. Ju uroj pa diskutim sukses e Benit, pasi ai ka librin e tretë, por edhe Angelës shumë suksese dhe mbarësi. Kam zgjedhur, unë zgjodha dy tre poezi të shkurtra, por do lexoj vetëm njërin, të dy lësh kohë dhe mundësi edhe miqve të tjerë lexojnë. Zgjodha poezinë Ndryshoj. U vyshk, u ndeh në rrezet e diellit, pa gjethe, pa rrënj, aty veç priste, me shpresë. Një vlerësim do donte ta merrte, por vetmia në kopës të shpresën ja vriste. Dhe oksigjeni për të mbaroj, edhe pse i bollshëm ishte, por nuk donte më të lulësonte. Mendonte se koha për të nuk ishte. Edhe kur dëshirat mbaruan, u çugjurosën nga ngjyrat e gjelbta që ajo kishte, e tani si një gjete ndryshoi me kohën. Petkun e verë të vjeshtës po vishte. Urime Angela, suksese. Faleminderit gjithë. Përshëndetje. Ju uroj suksese dy autorëve. Bulqiza, minjer e artit, e arit dhe kampionëve. Të bësh art është dhëndi, po ta trashëgojsh është sukses. Ju uroj suksese. Unë zgjodha poezi, malet kërkojnë. Shtatë juaj i lartë, rreze lëshojnë, për mbi njëri tjetrit rreth informojnë. Janë kryelartë dhe falin dashuri, maleve të përmendura të mbetet një histori. O ju malet e mia, si kështjella që ndroni lëndinat përrallore me dashuri rrethoni. Livade, kullota, pyje pa fund, me lule e batre që si gjen askund. Falënderit.
Përshëndetje të nderuar miq, poet dhe të pranishëm. Është kënaqësi që sot jemi së bashku për të festuar librat e dy poetëve Alliu. Nuk ka Zoti Alliu ka dhënë thjesht një vepër letrare, por një dëshmi dashurie për vetëlindjen, një përrulje para njerëzve të punës, sakrificës që mbajnë male me kujtime. Frimon për ty vendlindja ime, është një rrëfim që vjen si ajri, me rrojnë të thella dhe me emocion që prek. Çdo faqe e këtij libri dihet se është zëri i autorit, por edhe shpirti i Bulqizës. Urime i nderuar Arben për këtë vepër që sollet tek lexuesi. Le të jetë ky libër si udhërrëfyes për të gjithë ata që e duan ta kujtojnë Bulqizën, jo vetëm si qytet, por si legjendë e gjallë. Desha të lexoja një zgjodha poezi, Lugina e Bulqizës. Lugina e Bulqizës me male rrethuar, plot vende të shenjta e gurë të dizolluar, me liqene për rreth, e burime ujore, kullote pafund, bukuri prallore. Lugina e Bulqizës, zallin e ndan në mes, në të dy ana, fshatra i janë vesh. Buz mali të Duriçit, brir shtrirë në fushë të Vajkali, qyteti është ngrit si ai i minatorit. Nga lindja kufizohet me urën e qytetit, përfundon në qafë të bullit në drejtim të detit. Bulqiza ime bukur ka dhe një ndryshim. Uj shkon ka linda, jo në Perëndim. Faleminderit. Unë në fakt dua të ndalem 2 minuta për të përshëndetur Zotin Arben dhe Anxhelën, ju uroj suksese shumë të dyve. Jam shumë e lumtur që ndodhem këtu të interpretoj. Unë Zotin Arben e njoh nga kohë dhe faktikisht ne jemi njohur në gjimnaz, por unë kam interpretuar një poezi të tij. Dhe që atëherë ne kemi ruajtur kontaktet edhe si miq, po edhe unë si një dashamirëse e poetit të poezive të Arbenit. Faktikisht është hera e parë që unë kam emocione, kush më njeh e di shumë mirë se si janë. Por unë mendoj që një poet i mirë është kur lexuesi e interpreton atë mirë, dhe unë kam kënaqësinë sot të interpretoj për ju këtë poezi, Flet shpirti. Unë në fakt pata fatin të lexoj disa prej tyre, por kjo më preku shumë. O sa bukur, bukur kur shpirti flet. Flet si ai ndjen, flet në vargje, flet me fjalë, flet me gjeste pa u ndalë. Flet në të mirë e flet në të keqe. Flet kur don e flet kur s'don. Flet çfarë ndjen dhe çfarë mendon. Flet edhe ligësin. Flet edhe për dashuri. Flet pa fund për dituri. Flet pa fund kjo njerëzi. Lutem Zotit për mençuri. Faleminderit. Përshëndetje, nderuar pjesëmarrës. Ndjeni nderuar që sot ndodhet me qysh të promovim poetik, i cili për mua është i herësh edhe nostalgjik. Pasi në kthem pas 25 vite, në vitin 2000, në cilësinë e shefit të komisariatit të policisë, më njoha me autorin Arben Alliu. Dhe më rezultoi se Arbeni përveç se një punonjës policie të përkushtuar, me detyrë dhe një familjar dhe qytetar i nderuar i Bulqizës. Ai do shërbente në strukturat e policisë shtetit deri në vitin 2016, ku do të ndërpritej karriera policore ashtu si mua dhe shumë të tjerëve. Ashtu si mua dhe shumë të tjerëve në mënyrë të padrejtë. Por si çdo e keqe do e pasonte një e mirë, që do zbulonte për mua një anë të paljohur të Arbenit poezinë. Brenda një harku kohor 5 vjeçar,
e promovoi trashëgime poetike me fokus vendimin e tij. Njerëz me sukses shumë se tjetrin, duke bërë krenar familjen, shoqërinë dhe komunitetin e Bulqizës. Komuniteti i cili ka shpërbyer me certifikatën e minimës. Këtu mund të rri pa theksuar se kjo nuk është dhurata vetëm që familja Liu i ka bërë Bulqizës. Pasi djali i Arbenit Mikela Liu ka sjellur plot fitore trofe sportive në sportin burgëror të kickboksit, duke bërë krenar komunitetin e Bulqizës si vendindje dhe shqiptarët si punësi. E përgëzoj Arbenin për kulmimin e udhimit poetik, frymoj me ty vendlindje. Dhe ju uroj njëherë suksese të mëtejshme në rrugën e tij poetike. Gjithashtu, secili nga ne uron edhe talentën e re, e cila ju bashkua familjes së Liu dhe kam besim që do të ketë libra të tjerë dhe suksese në karrierën e tij. Faleminderit gjithëve. Të nderuar pranishëm, miq poezisë dhe dashamirës të fjalës së ndjerë, sot kemi nderin të jemi pjesë e kësaj ngjarje shumë të bukur dhe veçantë. Promovimit të një vëllimi poetik që mbart në vetvete frymën, mbart dhimbjen, mbart mallin dhe krenarin për vendlindje. Libri frymoj për ty vendlindje, i mi kuton poet, është një akt dashurie që është shndruar në varr. Autori shkruan për Bulqizën, është krenar për të, e s'ka si të ndodhë ndryshe, Bulqiza e nën tokës së pasur me pasuri prallore, Bulqiza historike e betejave të Skënderbeut, Bulqiza e dijes, e kulturës, e njerëzve të mirë të dashur, e njerëzve të arsimuar si askund tjetër. Bulqiza e resursave turistike, e frymëzon autorin, por jo vetëm. Çdo herë që kalon në Bulqizë në këtë qytet, në fakt do duket mistik, të sfidon mes marrësh, mes pasurive të nën tokës dhe të mbi tokës. Dhe të gjithë nostalgjinë për vendlindjen, ta hedhësh në vargje ashtu siç ka bërë edhe poeti Arben Alliu, dhe këtë e ka bërë me thjeshtësi, por me dashuri dhe me një krenari shumë të madhe për vendlindjen. O sa bukur kur flet shpirti, flet si ai ndjen, flet në vargje, flet me fjalë, flet me gjeste ponda. Autori jo thjesht shkruan për Bulqizën, autori frymon për të. Ai ka zgjedhur poezinë si mjet për të ruajtur identitetin, për të ruajtur kujtimet e fëmirisë dhe mbi të gjitha për të ruajtur rrënjët. Çdo varg i tij është një rrugicë e fëmirisë, është një eon e malëve, është një aromë dheu që të fton të kthesh syt andi nga ke ardhur. Shumë bujare je vendlindja ime, dashuria e zemrës time, mik pritse jeshi, zemër bardhësin tënde, askund nuk i gjen, e mërqore punëtore, ku fjala të zënë vend. Kjo përmbledhje është testament shpirtëror, i një biri të tokës që nuk e haron kur gjurmën e parë. Është një thirrje e heshtur për të kujtuar se edhe pse rrjedha e jetës na çon larg, zemra ka gjithmonë një adresë të përhershme. Kthimi tek rrënjët në vendlindje. Kur lexojmë këto vargje bëjmë nostalgji për vendlindjen. Të gjithë jemi dëshmitar të një shtëpie të mbyllur ka herë me drytë të ndryshkur, pleq të vetmuar, një nën që pret me mall birin lart në kurbet, por dashuria dhe nostalgjia për vendlindjen mbetet për herë ajo më e madhja. Vargjet e Arbenit na bëjnë të themi tek rrënjët, të kthejmë kokën pas për të ditur nga vijmë dhe ku duam të shkojmë, që të arrijmë në destinacion. Mua s'më mbeti gjë tjetër veç se t'ju uroj shumë suksese Arben Alliut, t'ju uroj shumë suksese edhe Angelës në krijimtarinë poetike. Faleminderit që na mblodhe sot Arben, sepse takimet dhe biseda për librin janë gjithmonë të bukur.
Faleminderit Samia. Dhe tani fjala për emblemin e qytetarisë buqizake, profesor doktor Islam Dauti. Unë jam njohur me poezinë e Benit qysh në vitin 2019 me librin e parë të tij që e ka titulluar Me ty për ty buqizë. Ku vjen në botën e poezisë me lirikat e tij, që mbartin në vetvete motive që marrin shtys nga vetë përjetimi i tij, por edhe nga vetë imazhet dhe mbresat nga jeta e vendlinjës. Dhe ja në vitin 2021 Beni publikoi librin e dytë me poezinë e titulloi Një hire në hijen trojeve të mia. Edhe këtu në përqendër të gjitha poezive paraqet një mozaik të bukur për vendlindjen, atë dashurinë, patriotizmin, historinë, figurat e shquara, këtyre tema, problemet e tjera sociale e të tjera. Dëllimi e tretë me poezinë që Beni po na paraqet sot e ka titulluar Frymoj me ty vendlindje. Autori frymëzimin e merr po përsërin nga vendlindja që së shumti prej ngjarjeve i ka përjetuar vetë, por dhe ka lidhje me vazhdimtarinë që mban në vendlindjen ku jeton në hall dhe sukseset e trevave të saj. Të gjitha këto ndihen në pozitë e këtij libri, ashtu siç ndihen edhe urtësia, dashuria, respekti dhe njerëzia e kësaj krahine. Në këtë vellim poetik, autori si në dy botimet e para, ja ka kushtuar vendlinjes së tij. Në valjet e autorit me rjetë zeli i trevave të bulqizës, që nuk hesht kur, por vjen si një thirrje e bukur dhe por e pathyeshme në kujtesën dhe zërin që ka derisa të ndohet, sepse Beni ka bërë dhe jo vetëm më shumë për vetese, por këndët në këtë. Në këtë vellim poetik janë përmbledhur rreth 280 poezi ku Beni flet dhe flet për dituri, flet për dashuri, flet për menxuri, flet për ligësi, flet për njerëzëri, flet për të keqen, flet për të mirën, flet për ndjenjën, flet për politikën, për historinë e kësaj treve dhe me gjëra. Të gjitha këto Beni i paraqet me shumë ndjenjë dhe profesionalizëm që lexohen me shumë kënaqësi, sa bukur e përshkruan poezinë Aroma tuneli që e tha dhe zoni përpara, megjithatë përpërsisë edhe unë se shpeti mbrin Tirana dhe Bulqiza bëhet komshi. Kjo është si artere që zemrën frymëzon, rruga e arbrit me shkupin na afron. Në shumë vargje flet edhe për dashurinë, për nënën, unë të kam nënë dhe ti nuk e veç fëmijë. Beni në shumë krenari flet për bojarinë e bulqizakët, për kurbetin, për herojt e rënë të minjerës së Bulqizës e shumë episode të tjera. Duke njohur dhe personalisht autorin kanë bindjen se Beni ka një talent mjaft të mirë dhe është shumë bërmëtus. Unë përgëzoj Benin për këtë vellim poetik mjaft të arrit dhe uroj suksese të mëteshme në rrugën e bukur të poezisë. Suksese Beni. Gjithashtu përgëzoj edhe zonjën Angjel dhe kolegën time për talenti që ka në poezi, por shapam këtu dhe shumë edhe në piktur. Suksese. Faleminderit profesor. Pothuajse në të gjitha takimet promovuese të talenteve të Ibran, jo vetëm Tiranë, por edhe në Bulqizë, ka qenë gjithë kjo i pranishëm miku i ynë, poeti i shquar Perikli Shukri. Fjala për ju zoti Perikli. Atëherë ju përshëndes të gjithëve, dashur miq, përshëndes Benin, përshëndes këtë ABC-n që na vjen nga Korça, edhe bëhet pjesë e Bulqizës edhe e Tiranës tashmë. Për poezinë e Benit folën të gjithë. Besoj se u thanë dhe unë do bie vetëm përsëritje, po gjithsesi do jetem dy fjalë të mia. Libri poetik Frymoj tek ty vendlindje e poetit Arben Alliu janë rrëfime të thjeshta, të sinqerta, që burojnë nga zemra. Autori e ndërton poezinë mbi nostalgjinë për vendlindje,
për fëmijërinë, për kujtimet që mbeten të paharruara. Elementi njeri kontakton në ndodhi fenomene, ashpërsim jetësor, që në çdo hap para tij të ezurisë së tij poetike. Vëllimi ka elemente të tillë që realizojnë zbulesën me një gjuhë të thjeshtë dhe tentuese politike, duke i dhënë më shumë rëndësi rrëtenjës dhe ndjesisë se sa figuracionit. Lishmëria e të shprehurit i jep përparësi për të dhënë mesazhet nëpërmjet një strukturimi individual. Ka përdorim të rimës foliore. Ato nuk e prishin harmoninë tekstuese. Për këtë art grafik edhe këtë vargëzim tepër të rimuar, ato mbajnë, notojnë melodishëm. Vargjet janë të kuptueshme, me një gjuhë të afërt për lexuesin. Imazhet janë ngara të qarta dhe të prekshme. Si topi prej lecke, çënta prej përuri. Gjuhë që flasin bukur edhe me atë zakonin që ka buqiza. Të gjitha këto sjellin një ndjesi autentike të jetës së diellshme dhe nostalgjike. Megjithatë, mesazhi i dashurisë për mallin, për rrënjën, është i qartë dhe prekës. Një element tjetër i cili duhet evidentuar në këtë përmbledhje është se Albeni shquhet në gjetjen e temave nga jeta e re, nga dashuria për vendlindjen, njerëzit që e rrethojnë. Por ka edhe një revolt të brendshme, si çdo poet tjetër, njerëzit që e rrethojnë. Por ka, se unë ngadrova rreshta tash, ndoshta kaluan të 2 orë, si çdo poet tjetër që shpërthen bukur në këtë vëllim, që është i thjesht, por dhe domethënës, i kuptueshëm, pa qëndruar në stacion për të ecur gjatë. Kjo është një mani individuale, por kjo ka dhe një instinktim të arkëtimit poetik, i cili të stacionon dhe të bën të rikthesh, të lexosh prap poezinë e Erbenit. Duke më mbështetur edhe një herë, duke përshëndetur edhe një herë, Beni, ju uroj suksese dhe miru të pofshim në takimet tuaja. Vërtet në kalenderim i veçantë është për zotin Halil Rama që savo erdhi për të marrë mikrofonin, i palodhshmi dhe krenaria jo. Faleminderit Mikull, je gjithë një pritur mes nesh. Pa dyshim, ty profesor dignitos të elitës liberale në Tiranë, janë studiosit të zellshëm Aziz Keta dhe Aqif Puca. Se do maj, edhe do t'jo bashkë. Beni është rritur mes nesh, kemi luksin që aje e një vetërimdjen, është rrit aty, është formuar aty, e kemi të nivellit universitar, dhe unë them që kur e bëm promovimin atje në Ullë Hupi, nuk ishim kaq njerëz. Po atje kam thënë diçka, e gjeta në shënimin, po Beni sot ke bërë vend në mjetin e fuqizës, në fushën e poezisë. Sot mund të them që Beni nuk e merr më mjetin e fuqizës, sepse vetë ju vetat që ka shkruar dhe për Shaban Levirajn, ka shkruar dhe për problemet e nivelit kombëtar, e këtu gjej veten edhe për problemet e sigurisë kombëtare, se të shkruash për Skënderbeun, poezi, të shkruash për luginën e fuqizës, dhe si ka shkruar Barleti, ka shkruar Kica, ka shkruar Frashëri, kush ka shkruar, por se cili ka vendin e tij. Trajtimi artistik nuk është i pari Beni, historia tregon dhe në fëmijët vargjeve. Pra i duke njohur ato follimet, ka bërë një mrekulli, sepse një ngjarje historike me emrin e Barlazonit, që del në burime historike, dhe në këto raste, kur edhe Gojdana, edhe dorëshkrimi, dhe vepra letrare, kur përkon me një burim historik, në vlerë historike. Kështu që mund të thosha
që Beni ka me një talent të maskuar, të thoshim, por nuk ka ardhur rastësisht. Ku është talenti maskuar? Lexoni gjithë, juve jeni të lexuar dhe e dim që ka shkruar Senini, që thot më të bukur kali varë, më të bukur kollar, për kalin kemi lexuar dhe të Raudonën. Po, për kalin, si e trajton në konceptin logjistik si ushtarak profesionist, është Beni në poezinë e tij. Pse? Të gjithë e dim që rrugkalimet, kali vëndit i gjen një lloj si dhia. Dhe prap, nuk është rasti që ajo kapitalistë dhe beo ka rrëtë sigur në disë. Se Napoleoni thot ku kalon dhia, kalon ushtria. Ku është shtegu, kalon Badalioni, e më ratë. Dhe Beni na jep edhe mobilin, na jep dhe çantën e Leskës, edhe na krijon ato emocionet e fëminisë. Unë e maj mënd, po shku në klasën e parë, baba më ka 7 vjeç, nuk kisha qa vishja, më ka prish një qash drash fleshi, doktor Islami, edhe ma bën jaket. Ma qepi bibja. Ditën e tretë shkollës, ma tikton bari e ketë. O, Azizi pas ka vesh qash drash. Unë hika nga shkolla, dhe jam këthy mas 13 ditve, pasi mblehu një jaket, ndaja një gjetra festat mira. Mos u lodh, jemi në një pronovim ku unë duhet preferzoj profesor psikologu tonë të Jashar Demiri, ku thot, Beni je krenari e fuqizës. Unë s'kam shtemë më shumë se kaq, po është edhe një... I fundit për nga radha, por jo nga rëndësia, është personaliteti i kulturës kombëtare Aqilpuca. Së shpejti ajo do ta mbledh në promovimin e librit tim monografik kushtuar herojt të punës socialiste Kaber Durishi. Faleminderit të gjithëve. Ju uroj suksese në Benit dhe Gocës dhe gjithë vajzat që recituan para procit ishin të martueshme, shprehin talentin e të dyve, bukurinë e vargut dhe ndjenjën e shpirtit, gjithçka kishte brenda, ishin vajzat të bukura, të mrekullueshme, të madhe shkolle të briljante. Një diçka të të them. Dalja ime këtu tashti, unë e marr në këtë aspekt. Ushtru gjithçka, u bua dhe torta, mungon dhe qeshia. Dhe qeshia, pëse mos je mungon? Atëhere, edhe i herë tjetër, me gjithë me meta i befasurë, nga vargjet, si të Albendit, si të Gocës. Dhe kjo më shtyn koreshin që sa kontaj, praktikon libra se mos më marrë dhe kusht tjetër. Pra, libra të mrekullueshëm. Ju uroj sukses në tashme. Mes nesh kemi edhe përfaqësues të letërsisë dokumentare, si që është mësuesi Skënder Murja, një emër i njohur, qytetar nderi i Fuqizës, i cili vetëm pak më parë ka promovuar librin Po kthem notesh. Liri Rashës nuk do të para këtij publiku të mrekullueshëm, nuk do të mjaftonte edhe një koncert recital. Gjithsesi, para pyetjes na përshëndet edhe një potpuri këngësh librare. Në këtë rast do të përshëndes Angelën, t'i uroj suksese dhe do të kënoj një këngë jo pe Korçe, po prej dite. Thank you.
protagonistët të kësaj feste, dua të përshëndes dhe ta falenderoj për përshtetjen që ju jep aktivitetet të tilla nën kryetarin e lidhjes intelektuale në Tibran, biznesmenin e suksesshëm Musa Rishku. Dhe siç e do zakoni, në mbyllje, fjala e mirënjohjes nga protagonistët dy poetët Arben Alliu dhe Angela. Ju falenderoj që keni ardhur gjithë. Sinqerisht, unë nuk do të përmenda si jeni ose jeni të gjithë, pa përjashtim, jeni njerëz më të afërt të zemrës time. Se ju jeni ata që ma lexoni zemrën time. Do të falenderoj edhe ata që nuk janë pjesë sot për arsye të ndryshme, për arsye kurbeti që ne poetet i thurim bashkët kurbetit edhe në fakt është i zi. Edhe ata du t'i falenderoj gjithë ata që me kanë ndjekur, me ndjekin në poezitë e mia. Ata janë mbështetësit e mi, ata janë fryma ime. Bukqiza është fryma ime. Gjithsesi unë do i shkurt, nuk do mbaj fjalë. Përshëndes për gjallërinë në sallë. Është ikone e Dibrës, artistja e merituar Zodia Iliri Rashë. Bjenet madhe të herojt popullit, Rahman Përllaku. Kryetarin e shoqatës Zoti Pashki Blandi, profesor doktor Islam Daudi. Tani, mos u ngelit hati u tjere se kam frikë se gaboj edhe ma mirë do them, ta mbyllë mësusën time të zemrës, Zori Nafjela. E të kaloj vajzës time të tre, dy kam po mjen po tre. Ju falenderoj gjithëve nga shpirti, shumë ju dua, ju respektoj. Ju falenderoj. Përshëndetje. Unë jam shumë e vlerësuar sot që këtu kanë ardhur profesor, koleg, miq, familjar, edhe njerëz shumë të shtrenjtë që na shoqërojnë dhe na motivojnë çdo ditë. Unë di të them që poezia ka qenë një formë ekspresioni e imja, që ka nisur që në vegjëli, por në fillimet e mia ka qenë më shumë përshkruese, sesa ka qenë diçka me rim ose si quhet ndryshe prozë, e cila nuk është se ka atë rimën ose atë formën strukturale të poezisë. Poezia dhe piktura për mua ka qenë gjithmonë bashkëdhëtare dhe shoqëruese të mia. Dhe dua ta mbyll me këtë që poezia është një pikturë e shpirtit dhe piktura është një poezi e shpirtit. Tani, ky burri ka 2 orë në kamë. Dua ta falenderoj sinqerisht mjeshtin e madh Alin Rama. Faleminderit gjithëve për vërimin, ju uroj të gëzuar festën e fundvitit, u mbledh që për takime të tilla provokuese. Beni ju fton të gjithë për një kafe në lokalin përbrit.